Kryqi Kuq në bashkëpunim me studentët dhe vullnetarët e Ekomendje ka organizuar seancën e rrallës për dhurimin e gjakut në ndihmë të fëmijëve talasemik. Kjo seancë zhvillohet në kuadër të nismës Duro Jetë Profesa me qëllim sensibilizimin e të rinjve dhe komunitetit për rëndësinë e dhurimit vullnetar të gjakut. Për vitin 2025 deri tani kemi realizuar mbi 20 seanca dhurimi gjakut për pacientë talasemik, pa përfshirë dhurimet sporadike që bëhen pranë Spitalit Rajonal Shkodër, sidomos për grupe të rralla gjaku për pacientë që kanë nevoja të veçanta. Normalisht ka fluks, siç e shikoni, edhe pse është po afrohemi fundit të vitit, njerëz janë të gatshëm për dhuruar gjak, duke pas një dhuratë shumë të çmuar, një dhuratë tjetër për pacientët që kanë nevojë. Ne mundon me sensibilizu sa më shumë njerëz që edhe prak fejsa që mund të dhurohet edhe jetë, edhe kjo ishte një për qëllimet që sa të kemi organizu. Nuk ka vetëm thjesht për mendimu fëmijë talasemik që është më kryesorja që ata persona që kanë bërë dhurim, por është edhe një lloj mesazhi që më kriju sa më shumë vullnetar për dhurimin e gjakut. Studentët shprehen se kjo përvojë ishte një ndjesi e bukur dhe motivuese, përmes së cilës mund të ndihmojnë në shpëtimin e një jete. Sot është hera por që unë dhuroj gjak, sepse më përpara se kam bë, ndoshta edhe pak për frikë, por është një njësi shumë e bukur, është një gjë shumë e bukur që më dhuru gjak. Sepse një është e mirë edhe për shëndetin tonë, dy është edhe e mirë edhe për personin që jeton në mu. Se ti me dhurimin e gjakut jeton në mu edhe një person që ka më shumë nevojë se ti. Si studente dhe si vullnetare e dhurimit gjakut, unë menoj pra se dhurimi i gjakut është një nga mënyrat më të thjeshta dhe më humane për të ndihmuar jetët e njerëzve, pra jetët e pacientëve dhe në këtë rast për pacientat talasemik. Organizatorët ritheksuan rëndësinë e dhurimit të gjakut si një kontribut i domosdoshëm për shpëtimin e jetëve dhe si një përgjegjësi shoqërore që duhet mbështetur vazhdimisht.